Prandaj sistemi i drejtësisë mund konsiderohet si thembra e akilit komplet e sistemit politik të Kosovës. E kuptoj. Në fakt duhet ndalemi pak edhe te zgjedhjet. Për pak ditë sërish kemi zgjedhje, shpresa e qytetarëve është e madhe që ngërçet zgjidhet. Përqendrimi i Kurtit në veri, sigurisht edhe fitoria në Mitrovicën e Veriut në zgjedhjet lokale. Ai shërben Kurtit si armë politike në këto zgjedhje? Ju thatë që vërtetohet në një farë mënyrë edhe hipoteza që ka stabilitet, ka edhe suverenitet shtetit Kosovës edhe në komunat e Veriut. Po gjithsesi shërben, prandaj kishte edhe një insistim aq të fuqishëm që të fitohet Mitrovica. Po të përqendrohej vetëm për gjysmën e kohës sa ka kaluar ai në Mitrovicë, në Prishtinë do ta mirte, gjithsesi do të fitonte në Prishtinë. Por interesi parsor i Republikës ishte që Mitrovica të jetë në duart e qeverisë së Republikës Kosovës, respektivisht lëvizjes vendosje. Dhe kësaj kanë arritur. Çështja është se betejë politike tash vazhdon dhe 28 dhjetori besoj se do ta zhbllokoj situatën, sepse edhe partitë opozitare kanë marrë një leksion të fuqishëm kësaj radhe. Gjithnjë më shumë do të jemi dëshmitar se do të ketë kujdes edhe pozita dhe opozita në fjalorin politik që do ta përdorin. Do të jenë më të kujdesshëm në gjykime dhe në pozicionime. Dhe gjasat janë që nëse nuk funksionon skenari i parë që lëvizja vetëvendosje me aleatet e saj, aleatëve ja ka shtuar edhe një formacion politik Partinë Shqiptare Demokristjane që sa herë ka qenë një satelit i Lidhjes Demokratike, por duket që nuk do të jetë më, dhe gjasat reale i ka që ta fitoj shumicën dhe mos të ketë nevojë për koalicione tjera. Por megjithatë, edhe skenari i dytë që unë e konsideroj si të mundshëm, krim mund të jetë thjesht i realizueshëm dhe nuk do të kem blokadë. Krimi i një koalicioni më të gjerë në përbërje të cilit kësaj radhe mund të jetë nëse partia e tretë, cila do që del. Pra, ju po thoni që partia e tretë është e mundshme që t'i jap zgjidhje këtij ngërçi. Sigurisht nëse nuk shkojmë te skenari i parë, ai që ju folët që ndoshta edhe mund mos ketë fare nevojë për ndihmë. Po, për shkak se nuk do të ketë asnjë arsye reale që të shkohet në zgjedhje sërish në prill, kur pritet zgjedhja e presidentit, respektivisht presidentes, pasuese të presidentes aktuale. Prandaj edhe këto zgjedhje që është e vërteta që bëmbahen me 28 dhjetor janë të tepërta, por leksioni tashmë është përvetësuar dhe besoj që gjërat do të bijnë në vendin e vet. Pra ju jeni besim plot që zgjedhjet e 28 dhjetorit i japin zgjidhje ngërçit politik në Kosovë? Po, patjetër. Duhet ndalem pak edhe te qëndrimi i Kurtit. Është kritikuar vazhdimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në këtë rast pati reagime të forta. Pse duket zoti Kurti kaq i qetë në momentin që kritikohet kaq shumë nga aleatët? Jo,